Horoskopi ditor e Mërkur 12 gusht 2026. Dashi. Eklipsi diellor i sotëm ndodh në sektorin tuaj të romancës, hobive, vetëshprehjes krijuese, rekreacionit dhe fëmijëve, i dashur dash. Ngjarjet që ndodhin tani dhe në javët në vijim ju përgatisin për fillime të reja në një ose më shumë nga këto fusha të jetës. Është një periudhë pasionante për ju, një kohë kur mund të zbuloni nevojën për të kënaqur dhe për të shprehur kreativitetin tuaj me besim. Bëhet fjalë për të bërë gjëra që ju ndihmojnë të rilidheni me shpirtin tuaj të lojës dhe kënaqësisë personale. Nëse jeni kapur shumë fort pas gjërave që ju kanë penguar të shprehni veten tuaj të vërtet, do të shihni nevojën për të bërë ndryshime. Ka të ngjarë të tërhiqni vëmendje pozitive nga të tjerët, veçanërisht në aspektin romantik ose krijues. Një hobi ose argëtim i ri mund të vijë në fokus të lartë në muajt në vijim. Edhe nëse jeta juaj duket e mbushur me gjëra për të bërë, duhet të mësoni të shfrytëzoni sa më shumë kohën që keni për t'u kënaqur. Megjithatë, mbani ritmin tuaj, sepse nxitimi në diçka nuk këshillohet tani. Lejoni që procesi të zhvillohet. Ndërsa eklipset mund t'ju shterojnë energjinë përkohësisht, tranzitet e sotme ju ndihmojnë të shfrytëzoni sa më shumë këtë kohë. Me një aspekt Merkur-Uran sot, jeni në formë të mirë për të kapur valët ose trendet e reja të mendimit, duke i bërë komunikimet tuaja veçanërisht në kohë dhe të vlerësuara. Ndarja e ideve mund të forcojë një marrëdhënie. Demi. Eklipsi diellor i sotëm mund të hapë rrugën për fillime të reja, i dashur Dem, dhe kjo mund të nënkuptojë që ju të çliroheni nga e kaluara në një farë mënyre, veçanërisht në nivele emocionale ose që kanë të bëjnë me shtëpinë ose jetën tuaj familjare. Situatat që ju kanë penguar mund të duhet të lihen pas dore. Javët dhe madje muajt që vijnë janë një kohë vëmendjeje të veçantë ndaj botës suaj shtëpiake, ndjenjes së sigurisë dhe ndjenjes së përkatësisë, kuptimit të rënjeve tuaja dhe çështjeve të intimitetit dhe cenueshmërisë. Po vini në kontakt me ndjenjat dhe nevojat themelore që mund t'i keni anashkaluar. Ky eklips diellor është një shtytje kozmike për të zbuluar pusin tuaj të brendshëm. Do t'i kushtoni vëmendje të veçantë sistemit tuaj mbështetës, si dhe mbështetjes dhe kujdesit që u jepni të tjerëve. Në disa raste mund të ketë të bëjë me gjetjen e një shtëpie ose kushteve dhe rregullimeve më të përshtatshme të jetesës. Javët e ardhshme janë ideale për të bërë plane afatgjata për të ardhmen, riorganizimin e shtëpisë ose mjedisit shtëpiak dhe angazhimin në aktivitete të lidhura me familjen. Mund të ketë disa drama në frontin shtëpiak, por kjo idealisht çon në një perspektivë të re ose një fillim të ri. Ndryshimet dhe përmirësimet mund të jenë të nevojshme ndërsa riorganizoni jetën tuaj personale ose ndryshoni prioritetet tuaja. Ndërsa eklipset mund të jenë shtëruese, tranzitet e sotme janë të forta për të gjetur zgjidhje të reja ose metoda alternative për të bërë biznes, si dhe për ta bërë jetën në shtëpi ose familjare të ecë më mirë. Binjakët. Eklipsi diellor i sotëm ndodh në shtëpinë tuaj të tretë diellore, të dashur binjak, duke sjellë nevojën për të filluar nga e para në fushat e komunikimit, lidhjes, të mësuarit dhe punëve të përditshme. Mënyra se si e organizoni jetën tuaj të përditshme dhe e ndani vëmendjen tuaj tani hyn në lojë, dhe një ripërpunim i këtyre gjërave mund të jetë i nevojshëm. Kjo është një kohë për të nxjerrë në pa ndjenjat dhe për të marrë ide dhe informacione të reja, por shmangni shkuarjen shumë larg. Planifikoni të krijoni lidhje të reja të ngrohta dhe tërheqëse me njerëzit. Jini të hapur ndaj idesë se keni nevojë për më shumë stimulim intelektual në jetën tuaj dhe kërkoni mënyra për të përmirësuar afrueshmërinë ose aftësitë tuaja të komunikimit për të reflektuar më mirë se kush jeni. Sidoqoftë, keni kujdes që të mos merrni përsipër kaq shumë aktivitete ose angazhime sa të ndiheni të mbingarkuar. Mund të ketë kanale të reja që dalin për të shprehur veten në mënyra të reja ose për të lëvizur në javët në vijim. Pajisjet ose opsionet e reja të transportit mund të hapin mundësi dhe përvoja të ndryshme. Mund të ketë motivim për të hequr dorë nga qëndrimet ose kushtet e vjetruara në mënyrë që rruga të jetë e qartë për fillime të reja. Mund të vinë lajme që ju drejtojnë në një drejtim të ri. Ndërsa eklipsi mund të stimulojë tepër vetbesimin në javët në vijim, do të arrini një ndjenjë të jashtëzakonshme të asaj që është vërtet e vlefshme për ju, si dhe të aftësive tuaja, duke ndihmuar në vendimmarrje. Tranzitet e sotme po forcohen. Jeni në një pozicion të mirë për të hequr dorë nga mërit, për të lidhur mirë me miq dhe për të dalë me ide të mira për menaxhimin e parave ose sendeve me vlerë. Gaforja.
Eklipsi diellor i sotëm ndodh në shtëpinë tuaj të dytë diellore, i dashur gafore, dhe ndërsa nxit aktivitetin në jetën tuaj financiare, është një periudhë më pak e dukshme për ju kur mund të lundroni pa shumë ndërhyrje. Megjithatë, vendime të rëndësishme mund të kërkohen nga ju në javët dhe muajt në vijim, veçanërisht ato që lidhen me financat personale dhe biznesin ose sendet personale dhe gjërat me vlerë. Kjo mund të ketë të bëjë me kufit në një marrëdhënie ose ndjenjen tuaj të vetë vlerësimit dhe se si ndikon në aftësinë tuaj për të mbështetur veten ose për të kërkuar atë që dëshironi. Sot ka ndjeshmëri të shtuar ndaj mjedisit tuaj fizik. Në javët në vijim mund të gjeni mënyra të reja për të rritur të ardhurat ose potencialin tuaj të fitimin. Nëse jeni kapur shumë fort pas një stili jetese ose zakoneve financiare që nuk ju kanë shërbyer mirë, kjo është një kohë kur rrethanat mund ta detyrojnë çështjen. Merrni kohën tuaj për nisma ose vendime të mëdha, por punoni për të bërë ndryshime. Gjysma e dytë e ditës sjell energji më të lehtë për të përqendruar në prioritetet tuaja dhe për të shijuar procesin. Përmbushja e përgjegjësive tuaja është e kënaqshme. Luani. Eklipsi diellor i sotëm ndodh në shenjën tuaj, i dashur Luan, dhe javët dhe madje muajt në vijim janë të fuqishëm për fillime të reja personale dhe një rishpikje. Çfarë doni të ndryshoni, përmirësoni ose filloni, këto gjëra janë në duart tuaja tani. Do të merrni më shumë vëmendje së shpejti, pas një rënjeje të vogël, prandaj sigurohuni që ta mbani mirë vetbesimin tuaj. Të ndiqni rrugën e lartë është jetësore. Ndërsa përparoni, njerëzit ndërtojnë besimin e tyre tek ju, gjë që shërben për t'ju motivuar më tej për të paraqitur versionin më të mirë të vetes. Mund të jeni duke provuar një pamje, imazh ose mënyrë të re të shprehjes dhe prezantimit të vetes. Po punoni për të qenë më të pavarur, të ndiheni më të lirë dhe më të vërtet ndaj natyrës suaj në shprehjen tuaj të vetvetes. Sot është e rëndësishme të kërkoni vetkuptim. Nuk ka gjasa të keni një plan veprimi tani, dhe kjo është në rregull. E gjitha kjo është shumë e re dhe e papërpunuar. Aspekti i sotëm Merkur-Uran ju ndihmon të shpreheni mirë. Mund të jeni veçanërisht të zgjuar ose të mprehtë, dhe të tjerët ju vlerësojnë për idetë dhe gjestet tuaja. Mund ta shihni një mik në një dritë krejtësisht të ndryshme, gjë që mund të jetë emocionuese. Virgjëresha. Një eklips diellor ndodh në sektorin tuaj të shpirtit dhe privatësisë sot, i dashur Virgjëresh, dhe në javët dhe madje muajt në vijim, rrethanat duket se ju shtyn të merrni në kontroll shëndetin tuaj emocional dhe çështjet private. Mund të ndjeni një nevojë të fortë për të lënë pas bagazhin emocional. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë për t'i kushtuar më shumë kohë një personi në nevojë ose një kauze të madhe. Çështjet e varrosura ose të lëna pas dore mund të kërkojnë vëmendjen tuaj, dhe puna për këto mund të hapë rrugën drejt suksesit dhe lumturisë në të ardhmen. Ju mund të shërbeni, ndihmoni dhe mbështesni të tjerët, ose mund të jetë një kohë tërheqjeje dhe tërheqjeje në një nivel ndërsa punoni prapa skenave. Nëse keni lënë pas dore nevojat tuaja psikike, shpirtërore dhe emocionale, kjo është një kohë për t'i pranuar dhe për t'u kujdesur për to. Ky eklips duhet të ketë një ndikim në 6 muajt e ardhshëm të jetës suaj, në të cilën pikë ju arrini në një pikë kontrolli për progresin tuaj. Sot mund të ketë lajme të mira ose frymëzim të gjetura në vende të pazakonta. Personat më të lartë mund t'ju kenë në favor më të mirë tani. Një ndryshim i papritur dhe i lumtur në reputacionin tuaj mund të ndodhë. Nëse keni nevojë për mbështetje ose mbështetje, sot është një ditë e mirë për ta marrë atë. Peshorja. Eklipsi total diellor i sotëm ndikon në sektorin tuaj të miqve, qëllimeve të lumturisë, ëndrave, dëshirave, ideve të reja, teknologjisë, rrjedhëzimit dhe punës në grup, të dashur peshore. Kjo është një kohë për t'i kushtuar vëmendje të veçantë zhvillimeve në këto fusha të jetës suaj, pasi ato ka të ngjarë të jenë të rëndësishme dhe të kenë efekte afatgjata, duke ju vendosur në një rrugë drejt ndryshimeve personale dhe fillimeve të reja. Mund të ketë miqësi ose shoqëri të reja me grupe dhe njerëz që ndajnë interesa të ngjashme ose një qëllim të përbashkët, ose fillime të reja me lidhje ekzistuese në muajt në vijim. Nëse miqësitë ekzistuese kanë nevojë për një fokus të ri ose një lidhje të ri për të rirë, energjia e këtij eklipsi mund të ndihmojë në javët në vijim. Madje mund të ketë disa drama në jetën tuaj shoqërore që i tronditin gjërat mjaftueshëm për të nxitur ndryshime dhe drejtime të reja. Miqt ose ëndrat projektet mund të hyjnë ose të largohen nga jeta juaj. Kjo nuk është një kohë për qartësi, por për besim në proces.
Ndërsa mund të ndjeni të mbingarkuar ose të lodhur, tranzitet e sotme ju ndihmojnë të lini mënjan negativitetin dhe të kapeni pas ideve të reja dhe emocionuese. Një kuptim intuitiv i njerëzve dhe trendeve ndikon pozitivisht në marrëdhëniet tuaja tani. Akrepi. Eklipsi total diellor i sotëm sjell fillime të reja në javët dhe madje muajt e ardhshëm në drejtimin, rrugën, marrëdhëniet profesionale ose reputacionin tuaj në jetë, i dashur Akrep. Ky eklips ka të bëjë me përmirësimin e jetës suaj publike dhe profesionale ose me një ndryshim të plotë. Mund të shfaqen projekte dhe qëllime të reja dhe ndoshta edhe një fushë e re fokusi në punë. Në vend të kësaj, kjo mund të ketë të bëjë me riangazhimin në një rrugë të caktuar. Hyni në këto me besim të shëndetshëm, jo me besim të tepruar, siç inkurajon eklipsi i Luanit. Ju keni më shumë ndikim tek të tjerët se sa zakonisht, prandaj shfrytëzojeni sa më shumë këtë kohë në qendër të vëmendjes. Shmangni lëvizjet e nxituara tani. Periudha që vjen është e favorshme për plane dhe qëllime të reja biznesi, por është gjithashtu e fortë për të sjellë mirë me njerëz në pozicione të larta, mësues, shefa dhe prindër gjithashtu. Mund të ketë ndryshime të konsiderueshme në jetën tuaj në lidhje me ndikimin ose autoritetin tuaj, ose me figurat e autoritetit në jetën tuaj. Në javët e ardhshme, mund të ketë një ndjenjë të këndshme rigjallërimi kur bëhet fjalë për qëllimet e planit tuaj të jetës, megjithse për momentin, mund të ndjeni pak pa drejtim ose të paqartë. Merrni kohën tuaj ndërsa një plan i ri shpaloset ngadalë por me siguri. Me tranzitet e sotme, njerëzit mund t'ju surprizojnë me një gjest miqësor ose për t'u dukur. Hulumtimi mund të nxjerrë në pa diçka interesante ose të vlefshme, dhe biznesi mund të marrë një shtys si rezultat. Shigjetari. Një eklips diellor i hënës së re ndodh sot në sektorin tuaj të aventurës, shpirtit dhe të mësuarit, i dashur shigjetar. Në javët dhe madje muajt në vijim, do të zbuloni mënyra për të shprehur nevojën tuaj për eksplorim, lëvizje, horizonte të reja dhe ushqim shpirtëror. Kjo mund të jetë një kohë botimesh të rëndësishme, njoftimesh, përparimesh ose aventurash të reja, qofshin mendore apo fizike. Periudha që vjen është një periudhë me guxim dhe spontanitet të shtuar, si dhe një kohë për të mësuar diçka të re ose për t'u përkushtuar ndaj studimeve. Ngjarjet në javët në vijim mund t'ju nxjerrin nga rutina juaj. Në një farë mënyre, po bëni një pushim nga e kaluara. Mund të ketë mundësi për të zgjeruar horizontet tuaja përmes aventurës, udhëtimit ose arsimin. Çështjet e transportit gjithashtu mund të jenë në fokus, me rrugë të reja që hapen për të dalë dhe për të jetuar. Shpesh, eklipset sjellin një krizë ose tronditje të vogël që nxit një drejtim të ri ose nevojën për të dalë përtej rutinës së zakonshme. Ditët e eklipsit mund të jenë emocionalisht shtëruese, por tranzitet e sotme mund t'ju japin një nxitje të mirë. Bisedat mund të jenë frymëzuese dhe madje përparime në mënyra të vogla sot, ose mund të mbërrijnë lajme që nxisin shpirtin tuaj të brendshëm. Britsjapi. Kur ndodh një eklips diellor, shpejt bëhet e qartë se është koha për të hapur një faqe të re në një fushë të caktuar të jetës suaj, e përcaktuar kryesisht nga vendi ku bie eklipsi në hartë, i dashur Britsjap. Në hartën tuaj diellore, kjo ndodh në shtëpinë tuaj të tetë të intimitetit dhe ndarjes, duke e bërë periudhën përpara një periudhë fuqizimi dhe zbulimi personal. Keni një shans për të parë funksionimin tuaj të brendshëm në mënyra të reja dhe kuptimplote. Nëse keni qenë shumë të varur nga të tjerët ose e kundërta, shumë krenar për të kërkuar ndihmë, do ta shihni dhe do ta ndjeni tani dhe do të doni të bëni ndryshime. Intimiteti dhe nivelet e thella të ndarjes janë rritur. Çështjet e mbështetjes financiare dhe çështjet e borxhit ose detyrimit mund të dalin në pa, dhe marrja e kontrollit në mënyrë që të mund të filloni me guxim nga e para është në qendër të vëmendjes. Kjo mund të jetë gjithashtu një kohë e mirë për të hequr dorë nga zakonet e këqija dhe varësitë e pashëndetshme dhe për të liruar barret. Sidoqoftë, mbani mend se është e rëndësishme të jeni të duruar në mënyrë që gjërat të zhvillohen natyrshëm. Mos u përpiqni për qartësi, dhe ajo do të vijë. Tranzitet e sotme janë të forta për t'u përqendruar në mundësi, rritje dhe progres. Motivimi për t'u përmirësuar dhe për të përparuar është me ty, duke të ushqyer ty. Ujori. Eklipsi diellor i sotëm ndodh në shenjën tuaj të kundërt, i dashur ujor, duke sjellë një ngarkesë energjie në partneritete. Muajt në vijim janë të rëndësishëm për të eksploruar nevojën tuaj për partneritet, qoftë kjo duke filluar një marrëdhënie të rëndësishme, duke u angazhuar për të përmirësuar një ekzistuese, apo duke njohur nevojat në ndryshim në marrëdhënie në përgjithësi.
Kjo mund të çojë në ripërcaktimin e qëllimeve tuaja në marrëdhënie. Emocionet janë të shtuara tani dhe prirjet janë të tepërta, prandaj keni kujdes nga ndërmarrja e veprimeve të parakohshme. Kushtojini vëmendje të veçantë informacionit ose ngjarjeve të reja në jetën tuaj, pasi ato mund të jenë të rëndësishme. Pranojeni tani dhe ndërmerrni veprime kur të ndiheni të përshtatshme. Gjatë javëve dhe madje muajve në vijim, negociatat dhe marrëdhëniet kokë më kokë do të nxirren në pa. Ndërsa mund të ndiheni të shtëruar energjikisht rreth kohës së një eklipsi, tranzitet e sotme ju ndihmojnë të përqendroheni në rritje dhe përmirësim. Kjo mund të jetë një kohë kur idetë tuaja tërheqin ose tërheqin të tjerët drejt jush, ose kur dikush me ide veçanërisht interesante po vjen në jetën tuaj. Ndryshimet e planeve mund të rezultojnë mjaft argëtuese, duke ftuar spontanitetin në jetën tuaj. Peshqit. Eklipsi diellor i sotëm ndodh në sektorin tuaj të punës, zakoneve, shëndetit dhe rutinës, të dashur peshq, duke nxitur një fillim të ri me cilën do nga këto fusha të jetës në javët dhe madje muajt në vijim, pasi diapazoni i ndikimit të tij është i gjerë. Rrethanat janë të tilla që ju dëshironi ose keni nevojë të filloni nga e para. Së shpejti do të jetë koha për të ripunuar ose për të angazhuar në rutina të përmirësuara ose të reja të përditshme, projekte pune, zakone të shëndetshme, ndryshime në stilin e jetës, apo edhe një punë ose linjë pune të re në disa raste. Sigurohuni që të keni një ritëm dhe të shmangni hedhjen në diçka pa menduar. Një drejtim i ri do të vijë dhe nuk keni pse ta shtyni. Sidoqoftë, do të ndjeni motivimin dhe guximin tuaj të rriten dhe do të arrini një pikë ku jeni në kontroll dhe të sigurt në atë që po bëni. Vetë përmirësimi është në fokus të lartë. Nëse keni luftuar me marrëdhënie ose situata të vështira pune, kjo është një kohë për të filluar nga e para. Pastrimi i rrëmujës është i nevojshëm dhe i dobishëm tani. Sot mund të ndiheni pak të raskapitur, por tranzitet ju ndihmojnë të ngriheni. Mund të ketë një raport psikik me të tjerët sot, ose mund të keni një ndjenjë të fuqishme të trendeve që ndikojnë në ndërveprimet dhe projektet tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.